Konstatoj se me 66 vota për, 49 vota kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi zgjodhi qeverinë e Republikës Kosovës. Jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Me që shumica e elementeve programore dhe zotimeve konkrete tashmë janë paraqitur publikisht në këtë sallë me 26 tetor, do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të prezantoj kabinetin e ri qeverisë. Këto gati 5 vitet e fundit, nga të cilat pothuajse një vit si qeverinë e detyrë, pra pa kompetenca të plota, kemi ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni, me një rritje mesatare reale prej 6% të bruto produktit vendor, duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Kur e morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Vjet me punë të ndershme dhe politika të drejta ka arritur në 11 miliardë euro. Ndërkaq projektojmë që si vjet bruto produkti vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Për herë të parë në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë do ta tejkalojë vlerën prej 10.000 euro. Sfidën e inflacionit që i ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetaren dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar, me fokus të rinia dhe gratë, si dhe kemi arritur që të ardhurat e familjes të ngriten duke rritur pagën minimale, pensione, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik, të cilat gjatë këtij mandati që po e përmbyllim tash, kanë shënuar rritje mesatare prej 47%. Kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen, në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Rritjen ekonomike nuk e kemi mbajtur në shtet, por e kemi shpërndar në popullsi duke shtuar mirëqenien shoqërore. Shtesat për fëmijë sot janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë, ndërkaq mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë ato. Pra nga 0 sa i gjetëm në 45 dhe në mandatin e radhës nga 45 në 90 euro për fëmijë për familjet me 3 e më shumë fëmijë. Me këtë rritje do të lëmë prapa edhe disa shtetet Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Njashtu edhe shtesat për nënat e reja, lehonat, do t'i rrisim në 500 euro në muaj për 6 muaj. Në afër 1800 ditë qeverisje, kemi marrë gjithsej mbi 2700 vendime. Qeveria jonë ka mbajtur gjithsej 286 mbledhje fizike dhe online, një mesatare prej afër 60 mbledhjesh në vit, apo edhe më shpesh se një herë në javë. Nga vendimet e që potencialin për bujqësi intenzive dhe do të rrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. E për gjithë progresin që është bërë në zvoglimin e pabarazisë përmes shtesave për lehona dhe fëmijë dhe për fuqizimin e grave dhe rinis, do të filloj edhe projekti Superpuna për gratë. Ashtu që kur të punësohet një grua, qeveria do të mbështes në lartësinë e pagës minimale 500 euro për 6 muaj. E gjyshërit që kujdesen për fëmijët, kur të dy prindrit janë punë, do të marrë 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin bazë, sepse kësaj jo vetëm ndihmojmë prindrit dhe gjyshërit, por ndihmojmë familjen. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të ri, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarakit Kosovës dhe do të prodhojmë dronat luftarak made in Kosova. Do të vazhdojmë mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe të përfaqësimit barabartë, sepse besojmë që fuqësia e mirë evropiane dhe bashkëpunimi rajonal i kontribuojnë si paqes ashtu edhe sigurisë. Do të punojmë me çdo qështrim dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët, të mbrohet dhe të avancohet. Të dashur qytetarë, më lejoni që së pari t'ju falenderoj juve,
ata që votuan lëvizjen vetëvendosje, por edhe një rekord historik të ri kësaj radhe, e t'i falenderoj edhe të gjithë ata të cilët votuan subjektet e tjera për pjesëmarrjen në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij të treguar pa dallim. Të nderuar deputet, gjatë këtyre viteve, siç kemi qenë dëshmitar të gjithë, jemi përballur me provokime të vazhdueshme dhe me sulme të shpeshta të Serbisë, por ne veçse kemi forcuar policinë dhe sundimin e ligjit, ushtrinë dhe mbrojtjen e vendit. Sfidat u përballuan me sukses dhe madje i kemi kthyer në mundësi për progres. Investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe në luftimin e kriminalitetit. Në politikat sociale për nënat e fëmijët, për drejtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe të bizneseve të vogla e të mesme. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar, secilin komunitet e vendbanim anë e kënd Republikës. Shteti ynë nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale dhe sigurisë kombëtare, por i përqafon të trija si shtyllat pandashme të progresit dhe të mirëqenies së përbashkët. Pranishëm të dashur qytetar, në vijim po paraqes para jush edhe kabinetin arshëm qeveritar me të gjitha dikasteret me ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Glauk Kënjufca. Zëvendës kryeministri i dytë dhe ministri i drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i financave, Hekuran Morati. Ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës çlimtare, Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla. Ministri i digitalizimit dhe administratës publike, Lulzën Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës, Hajrullah Qeku. Ministri i kulturës dhe turizmit, Saranda Bogujevsi. Ministri i administrimit pushtetit lokal, Elbert Krasniqi. Ministri i sportit dhe rinisë, Blerim Gashani. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit, Dimal Basha. Ministri i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari. Ministri i ekonomisë, Artane Rizvanulli. Ministri për komunitetet dhe kthim, Nenad Rashiq. Ministri për zhvillim rajonal, Rasim Demiri. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Ju faleminderit për vëmendjen e drejtanishme dhe paraprakisht për mbështetjen tuaj.